E 25 qershorit është fitoria e Shqipërisë, është fitoria e njerëzve të zakonshëm, ndërsa për ne është thjesht një përgjegjësi shumë më e madhe se deri në 25 qershor. Është një barë shumë e madhe përgjegjësie për të provuar se njerëzit patën drejt kur e votuan Partinë Socialiste për të qeverisur vetëm në aspektin e forcave politike, por natyrisht jo vetëm nëse duam të bëjmë atë sukses që presin njerëzit bashkë me njerëzit. Unë kam bindjen dhe uroj dhe shpresoj që të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, të gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste në çdo zonë të kenë të njëjtën bindje. Që ne nuk u votuam më shumë se në 2013 sepse bëm në mrekulli në këto 45 muaj, por u votuam më shumë sepse njerëzit besojnë se ne mund të bëjmë shumë më tepër nëse jemi vetëm. Dhe ky është një besim shumë i madh, por është edhe një bast shumë i madh që kanë vënë njerëzit për ne. Dhe ka vetëm një rrugë në këndvështrimin tim që ne të mos i zhgënjejmë njerëzit dhe t'i bëjmë gjërat për cilat njerëzit na kanë votuar. Dhe kjo rrugë është që ne të bashkëqeverisim me njerëzit. Dhe jo në kuptimin simbolik, as thjesht duke organizuar dëgjesa, por duke ndërtuar një mekanizëm të mirëfillt bashkëqeverisje që të bëjë të mundur që probleme si problemet që dolën këtu, që janë probleme konkrete të jetës reale të njerëzve të zakonshëm, që janë një kokrizë rëre në det nëse i shikojmë nga larg, por që janë shumë probleme të rënda nëse i ke ato në kuris, siç është rasti i asaj zonjës që foli për legalizimin, apo rasti i zonjës tjetër që foli për hipotekën, të mund të adresohen në kohë reale pa pritur që të bëjë rasti që takosh një deputet rrugës apo të rish të presësh me muaj për takuar një drejtues. Dhe sot, me mundësitë që na jep teknologjia e re, me mundësitë që na jep lidhja në internet, ne kemi në dorë mundësinë që të ndërtojmë një mekanizëm real bashkëqeverisje ku njerëzit të mund ta kërkojnë drejtën e tyre deri në nivelin më të lartë të qeverisë për të mos mbetur pengje të drejtorëve dhe të punonjësve të papërgjegjshëm në zyrat e shtetit. Unë kam shumë besim se ne mund ta bëjmë të gjë, por jam i bindur që kjo mund të bëhet jo vetëm me vullnetin ton, por dhe me përfshirjen e sa më shumë njerëzve në koalicion. Në një koalicion real. Çka ka Nart Ndoka apo Vangjel Dulja më shumë se sa ajo zonja që foli? Kanë vetëm një avantazh që nuk ju vjen zor të dalin në televizor dhe të bëjnë sikur përfaqësojnë popullin. Edhe kanë dhe një aftësi që i duhet njohur që dinë se si të hynë nga dritarja kur dalin nga dera. Edhe i ke atje. Dhe janë mësuar të pretendojnë që me ato partitë e tyre që s'ekzistojnë, të bëhen edhe ministra, të bëhen edhe udhëheqësa, të fusin dhe kushërit të bëjnë drejtor, e kështu me radhë. Atëherë, pse këta kanë këtë privilegj që të jenë pretendent dhe antar koalicionesh qeverisë,
dhe një njeri i zakonshëm nuk mund ta ketë. Në kushte kur na mungonte ky mekanizëm i teknologjisë re ku njerëzit mund të lidhen në kohë reale me njëri tjetrin në një platformë virtuale përmes telefonit apo përmes kompjuterit në shtëpi apo për një qendër shërbimi, kjo ishte e pamundur. Po sot kjo është plotësisht e mundur. Dhe prandaj ne po e përgatisim këtë platformë që do jetë e hapur për njerëzit me krijimin e qeverisë re, dhe aty ne do ftojmë çdo që të bëhet antar apo antare e koalicionit qeverisës, që është përfshirje drejt për drejt në qeverisje, dhe jo thjesht që se ajo do jetë e hapur dhe për njerëzit që s'duan të bëhen antarë të koalicionit, po që thjesht hyn aty për të bërë një ankesë apo për të bërë një kërkesë apo për kuriozitet apo për të sharë. Po ata që duan të bëhen antarë të koalicionit mund të regjistrohen dhe të jenë aktiv në këtë mekanizëm dhe të kenë akses në procesin e vendimarrjes realisht sipas sektorëve ku janë të interesuar. Unë kam ndjekur këtë aventurën e vajzës që ju dëgjuat dhe e di shumë mirë që ajo nisëm që ne kemi mbështetur aq sa kemi pas mundësi për të organizuar gjithë atë zinxhir aktiviteti për rafting nga hiçi, është një nisëm që ka përfitimet mëdha për komunitetin, për ekonominë, për imazhin e Shqipërisë dhe kështu me radhë. Por nëse kjo bisedë që u bë këtu do të ishte mundur të bëhej në kohë reale dhe në kontakt me njerëzit që drejtojnë sektorin e turizmit, kjo është shumë herë më e vlefshme. Nëse ajo dhe shumë tjerë që janë të organizuar në Shqipëri në turizmin e aventurës do të regjistrohen si antarë të koalicionit dhe do të jenë pjesë e interesuar për të marrë pjesë në gjithë procesin e politikbërjes për turizmin, për të dhënë mendimet e tyre në të gjitha rastet kur bëhet një ligj apo kur merret një vendim apo një mas në mbështetje turizmit, produkti do ishte shumë më cilësor. Dhe çdo antar i koalicionit do regjistrohet në këtë platformë, do thotë edhe çfarë janë sektorët kush janë sektorët që i interesojnë. Dhe do marrë informacion vazhdimisht pa kërkuar. Ja çfarë po bëjmë ne për këtë, ja çfarë duam të bëjmë për këtë, ja çfarë, dhe do marrin vendimet e qeverisë në kohë reale në adresën e tyre, do marrin projekt ligjet në kohë reale në adresën e tyre, do kenë hapësirë për të diskutuar kur duan që të marrin pjesë në diskutime, dhe kështu ne mund ndërtojmë një koalicion real. Dhe do kenë po ashtu edhe mundësi që të shprehin shqetësimet e tyre jo vetëm për vete. Se mund mos kenë një problem për vete, po për pjesëtarë tjerë të komunitetit. Se unë nuk pretendoj që zonja në moshën e saj ta ketë kollaj që të punoj me celularin apo me kompjuterin edhe të bëj, por nëse kemi një rrjet të organizuar antarësh koalicionit në të gjithë Shqipërinë, atëherë do t'i shikoni ju drejtorët e zyrave se si do fillojnë të kuptojnë që janë në rrezik të vazhdueshëm, se rreziku nuk i vjen vetëm kur futet në ndoka mik te ministri dhe ministri merr në telefon se zoti Nardi është njeri i rëndësishëm. Rreziku vjen nga një njeri që vjen aty dhe i kërkon letrën dhe nuk i dihet se mund të jetë antar i koalicionit ai. Dhe nëse nuk e merr letrën, e çon fjalën drejt te ministri dhe pasoja i vjen atij direkt, nëse kuptohet e drejta është me qytetarin. Kjo është plotësisht e mundshme
Dhe ne nuk do ndërtojmë thjesht një ekran që të shkruash aty si në Facebook. Po ndërtojmë një mekanizëm tër dhe pas ekranit do jetë një armatë tër njerëzve që do ndjekin një për një të gjitha shqetësimet e qytetarëve. Që do i verifikojnë që të gjitha. Dhe që natyrisht do t'i shikojnë nga hyrpamja ligjore nëse qytetari ka drejtë, se ka raste që qytetari mund të ankohet dhe nuk ka drejtë, mund të ketë drejtë zyra. Por ama, nëse një qytetar kërkon hipotekën, hipoteka i thot hajde nesër, hajde pas nesër, kalon afati ligjor, dhe në fund del që qytetari ka drejtë, atëre ata që janë fajtor për vonesën e tij nuk kanë më punë me shtetin. Ata duhet dalin nga zyrat të nesërme. Dhe ne do e shoqërojmë këtë edhe me masa në ligj që t'jenë shumë të qarta. Që e pengove tjetrin se kjo historia që njerëzit rropaten për të marrë, jo të marrin letrën, po të marrin njerë privilegjin që t'i flasi drejtori me gojë, se pastaj për të marrë letrën është punë më edhe të kërkosh në gjithë Beratin miq e kushëri, që të shkosh të kapësh një drejtor, që të presi për një hall që ty të takon të ta zgjidhë shteti, kjo nuk mund të vazhdojë më kështu. Por ama kjo nuk bëhet dot, kjo më fal, nuk ka nevojë për drogiri, kjo nuk bëhet dot vetëm nga një qeveri, nga një grup deputetësh. Nuk bëhet. Kjo bëhet nëse ne kemi qeverinë të shtrirë në territor. Dhe nëse kemi njerëz në gjithë territorin që janë aktiv në këtë punë, dhe tu s'është fjala për spiun, tu është fjala për njerëz aktiv që bëjnë rolin e përfaqësuesit të komunitetit me vullnetin e tyre, apo të grupit interesit të tyre, apo të biznesit të tyre. Vjen një inspektor tatimesh, hetimi tatimor dhe bën sikur të ka jetën në dorë. Ama nëse ti je antar i këtij koalicioni, ti atë e çon direkt aty ku e ka vendin. Jashtë. Gjithmonë nëse ke drejt. Dhe patjetër që struktura do të jetë shumë korrekte edhe me punojësit e shtetit, se këtu nuk mund të kthehet në histori që ankohet njëri për inat edhe e pëson punojësi i shtetit. Ama ne jemi një vend ku është shumë e vështirë të shkosh në një zyrë shërbimit e të thonë mirëmëngjes, mirë se erdhe. Apo jo, nuk diskutohet kjo. Është shumë e vështirë të flasin me edukat. Nëse ne ndërtojmë të koalicion, atëherë do e shikoni ju se si do vrapojnë drejtorët për të mos pasur halle mbrapa. Dhe gjithmonë për të bërë detyrën, jo për të bërë një heroizëm. Thjesht për të bërë detyrën. Jo për të bërë heroizëm. Ky është një aspekt, dhe ky është një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse kjo burokraci e madhe, ky tmerr i madh nëpër zyra, merr kohë, merr energji, dëshpëron njerëz, i bën që t'ju vinë majt hundës vetja, vendi ku jetojnë, edhe të mos kenë shpresë se mund të bëhet ndonjëherë normal jeta e tyre në këtë vend. Po sigurisht kjo është njëra anë. Ana tjetër është që ne duhet të shkurtojmë dhe po punojmë gjatë gjithë këtyre ditëve me grupe pune, me ekspert për të shkurtuar burokracinë. Duhen 10 letra për të marrë një shërbim. Je invalid. Të mungon një krah. Duhet marrësh vërtetim që je me një krah çdo 3 muaj. A thua se mbas 3 muajsh mund të dali krahu? I ri. Janë gjëra absurde. Do të shkoj atje të marrë vërtetim, dali prapë në komision, të vinë mjekët. Gjëra të paimagjinueshme. Po jap një shembull se ka plot. Ka raste kur duhen letrat. Duhet marrë disa letra për të marrë një, ku diun, dokument. Ama ne duhet të arrim, dhe do të arrim brenda 4 viteve, jam i bindur që letrat që një sportel të kërkon për të dhënë atë dokumentin apo shërbimin e vet, dhe që duhet i japi shteti, mos shkoj qytetari zyrë në zyrë, po nga sporteli të bëhet kërkesa në të gjitha zyrat dhe t'i thuhet qytetarit, okay, hajde mas 10 ditësh,
sa të marrim gjithë letrat për ty, do t'japim. Normalisht, nëse bëhet fjalë për letra private, në për banka, e ku diun, ka punuar jashtë shtetit, në emigracion duhet sjellë vërtetime, nuk e di. Këto i merr qytetari si merr do shteti, por nëse letrat janë shtet me shtet, shkon qytetari në 17 zyra me 17 fytyra që mvaret se si i gjen, kur i gjen. Se ka raste që nuk janë aty, se janë te kafja, duke u marrë me politik, duke thënë si bëhet Shqipëria, duke u marrë me futboll, ndërkohë që njerëzit presin, zyra mbyllur, vinë pasaj hunde buza tjetër në më qake e ik, tani se më dhëm koka, kjo nuk mund të vazhdoj kështu. Por që kjo të luftohet, kjo luftohet vetëm bashkë. Vetëm, ne nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. Do të bëjmë bashkë.